Është zbuluar në fshatin Bajz një lokal ku shitej kokainë dhe organizoheshin lojra fati. Policia ka arrestuar në flagrancë pronarin e lokalit i cili nuk e kishte regjistruar subjektin në organet kompetente. Ndërsa janë sekuestruar në lokal edhe doza kokaine, 4 celular dhe një makinet për lojra fati, pije alkolike të dyshuara të kontrabanduara dhe një shumë parash e dyshuar e përfituar nga veprimtaritë e paligjshme. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare dhe të seksionit për hetimin e narkotikëve, me mbështetjen e seksionit të forcës së posaçme Shqiponja të Degës vendore të policisë Shkodër, në vim të kontrolleve për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive të paligjshme, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar Game Over. Gjatë operacionit të zhvilluar mbrëmjen e djeshme, në një lokal në fshatin Bajz u gjetën sasi të lëndës së dyshuar narkotike kokainë, një makinet dhe celular që përdoreshin për lojra fati, pije alkolike të dyshuara të kontrabanduara dhe shumë aparash të dyshuara të përfituara nga veprimtaritë e paligjshme në këtë ambient. Nga verifikimet rezultoi se ky subjekt nuk ishte i regjistruar në organet kompetente në vim të veprimtarive procedurale. U arrestuan në flagrancë pronari i lokalit shtetasi GP 26 vjeç banues në fshatin Vukpallej. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.